ku është shpreh optimist për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe ka thënë që është zemër plot, por që sipas tij kuptohet e kanë shumë të vështirë që të kalojnë pragun në këto zgjedhje. Ai ka kërkuar në fakt nga qytetarët që të kenë mbështetjen e tyre, pra të marrin votën, sepse vetëm në atë formë ata mund të arrijnë në parlament. Pa çka ka thënë se nëse arrin të shkojnë deri në parlament, vetmja zgjidhje më mirë do të ishte që ata të bashkohen në këtë rast partisë më të madhe opozitare PDK-s, duke e veçuar se angazhimi i tyre do të jetë po i njëjtë edhe gjatë kohës kur nuk do të jetë koalicione, mirë po gjatë kësaj konference ai ka thënë se janë pagës zemërthyer apo do t'ju zhgënjej pasi tani për tani nuk do të ketë një koalicion apo diçka tjetër, vetë se do të futen vetë në garë, kanë vështirë, pra të kalojnë pragun vetë se do të dëshironin që t'ju bashkoheshin edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Por gjithmonë duke e cekë që kanë vetë se e ka cekë që shumë herë që e kanë shumë të vështirë për të kaluar pragun duke kërkuar dhe mbështetjen e qytetarëve në këtë rast. Por që e ka cekur që angazhimi i tij do të jetë si gjithmonë i madh dhe kundrejt çdo politikave të tyre deri më tanishme që kanë bajtur. Enis, ka qenë kryefjala, pa marrë parasysh ndoshta nuk ka pas shumë numër të madh deputetëve, por ka qenë kryefjala edhe pak para fushatës. Për shkak se gjatë kësaj periudhe nga shkurti deri më tash kanë qenë fjalët kyçe ose synimet kyçe se ka po shkojnë deputetët, por që me gjas u zhgënjyen nga përvoja me aleancën për emrin e Kosovës dhe partitë e tjera, ose edhe kërkesat e zotit Limaj ka qenë një koalicioni të mundshëm. Gjatë këtyre ditëve të fundit është fillimisht me të shpallur zgjedhjet, nisma u afrua me Lidhjen Demokratike. Pati takime me Lumir Abdexhikun, por si duket nuk arritën një koalicion. Më pas nisën afrimet me Partinë Demokratike, prap as me PDK-n nuk pati ribashkim të këtyre dy subjekteve, sepse nga PDK-ja në vitin 2014 ishte dalë nisma me partinë e vete, por që tashti zotri Limaj dje në një konferencë për media tregoi që nëse fitojnë, nëse arrin të hynë në kuvend, do të bashkohen me grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ndonë se këtë qëndrim e ka zyrtar vetëm nisma, por jo edhe PDK-ja. Nga Partia Demokratike ende nuk kemi një konfirmim se nëse nisma ka lënë pragun, atëherë a do ta marrin ajo. Gjatë mbrëmjes së djeshme në orët 12 të mbrëmjes ka përfunduar edhe afati i partive politike të cilat është dashur të dorëzojnë emrat e tyre, listat e tyre prej 110 kandidatëve apo sa kandidat garojnë në këto zgjedhje. Është mbyllur kësaj, ka përfunduar gjithçka. Emrat tashmë veç që janë publikuar nga të gjitha partitë politike. Dje vonë ka dalur edhe e fundit lista e lëvizjes së vendosjes, sepse gjatë pasditës së djeshme së mbrëmjes së vonshme pam listat e tjera, por nga lëvizja vendosje ishte subjekti i fundit së bashku me nismën të cilët i publikuan 110 emrat. Çka pash befasi, sepse do t'i komentoni sigurisht edhe në diskutimet të ardhshme gjatë këtij emisioni, por risi në listën e vetëvendosjes ishte përfshirja e rrëfqisumës ish kryetarit të Hanit të Elezit në listën e lëvizjes vetëvendosjes, edhe Lulsim Hetemit ish kryetarit tashme të Leposaviqit, pra kryetarit shqiptar të Leposaviqit. Këto dy risi i pash nga një shikim i shpejt. Mirë, do të janë temë gjatë ditës së sotme, dhe gjatë ditëve vjuse, listat e deputetëve ku pat zhvillime interesante nga gjitha partitë politike. Vazhdojmë flasim mali? Vazhdojmë, shkojmë në Shqipëri me një lajm interesant, një lajm të jetë kreativ, ndonë se është fake news, lajm i rrem, po me një qëllim thumbues, me satirik, sarkazm, por me një kritik të thellë. Ministrja Djela atje është bërë përsëri lajm për shkak të një shkrimi të një media kroate që ja ka dedikuar një artikull të plot kësaj ministre inteligjente të kryeministit Rama. Ministra Djela u prezantua fillimisht nga zotri Rama si një alternativë interesante, kreative, që ta sulmoj korrupsionin, që të sulmoj projekte, tenderët, të mbroj tenderët ku aty ka kryesisht korrupsion të theksuar në Shqipëri, paktën sipas raporteve të media dhe sipas edhe hetimeve nga ana e gjykatave. Por media kroate del me një artikull, thotë që u arrestu edhe ministrja Djela për korrupsion.
Djela shumë e famshme, feministja më e famshme shqiptare. E famshme shqiptare, por në këtë rast, lajme si lajm është i rem, po përmbajtja e artikullit ka shumë mesazhe satirike që kanë bazë në të vërtetën. Pse? Sepse atë përmenden dy raste. Rasti i Belinda Ballukut, e cila është duke hetuar për keshpërdorim të tendereve të tunelit të Llogaras, një tunel të jetë i madh dhe i rëndësishëm në Shqipëri në aspektet infrastrukturore, po ashtu edhe shefja e institucionit mbikëqyrës të Albanias, që është përgjegjëse për diellën, edhe ajo është duke u hetuar për korrupsion të disa tendereve. Do të thotë praktikisht tash në një farë forme primet diella po arrestohet, sepse shefja e sajna që e mbikëqyr Albanian, pra digitalizimin në Shqipëri, është duke u hetuar nga SPAKU dhe duke vijuar seanca gjyqësore kundër saj për shkak të keshpërdorimeve të tendereve të ndryshme. Andaj, përsëri prapë theme ka rikthyer si temë kyçe diellën për shkak të kësaj situate të keshpërdorimeve të tendereve që është duke vijuar në Shqipëri. Kujtohem para disa muajsh ka qenë vetë Edi Rama, i cili ka kërkuar të shpallej apo shpallur diella shtatzën dhe ku do të linë 38 fëmijë të tjerë, deputet të rinj, të cilët do të priten të vinë. Paramendot të rastohen edhe gjitha të tjerë për tendere publike ose korrupsionet ndryshme. Mirë, vazhdojmë në Gaza, pasi kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed Abdul Al Thani, ka deklaruar të dielën se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë popullin palestinez, por që nuk do të shkruajë një çek, pra nuk do të vazhdojë të financojë për të paguar ndërtimin e Gazës. Ata kanë thënë që do të bëjnë gjithçka për të ndalë vuajtjet e popullit palestinez, por që nuk janë të gatshëm të financojnë ndërtimin e këtij shteti. Al Thani, pra, ka bërë kryeministri i Katarit, ka bërë këto koment gjatë ditës së fundit të forumit të 23 të Dohas me disa krerë të shtetit dhe diplomatë që kanë marrë pjesë në këtë konferencë, pra duke cituar se ata do të vazhdojnë të mbrojnë, por që nuk do të mbështesin në aspektin financiar dhe se i ka bërë thirrje Izraelit në këtë rast që të mbështesë një zgjidhje në mes të dy shteteve, pra si një pjesë iniciative ku do të krijojë një paqe mes këtyre dy vendeve. Ndërkohë kujtojmë që ambasada e përgjithshme e OKB-s, e cila u votoi me shumicë dërmuese muajin e kaluar për të mbështetur një zgjidhje mes këtyre dy shteteve, pra për konfliktin Izrael-Palestinë, e cila ishte kërkuar Izraelit të angazhohet për një shtet palestinez dhe po ashtu kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka kundërshtuar kategorikisht pra këtë kërkesë se mund ta quajmë. Pra kemi Katarin, i cili nuk dëshiron të